Pas përfundimit të koncesionit të dializës, shteti ka hapur tenderin e ri për ofrimin e shërbimit të hemodializës në 5 spitale rajonale, Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan. Operatori i shërbimeve të integruara të sterilizimit, SHA, ka përcaktuar një fond limit prej rreth 4,59 miliard lekësh për një marrëveshje kuadër me kohë zgjatje 48 muaj. E ndarë për 4 vite, vlera arrin mesatarisht në rreth 1,15 miliard lekë në vit. Kjo shumë është rreth 23,2% më e lartë se pagesa faktike e kryer për partneritetin publik-privat në vitin 2025, e cila ishte 932 milion lekë. Në terma absolut, fondi i ri është rreth 216 milion lekë më i lartë në vit. E krahasuar me të gjithë periudhën e koncesionit, kostoja e parashikuar është më e lartë. Mesatarja e pagesave vjetore gjatë viteve 2017-2025 ishte rreth 760 milion lekë, çka do të thotë se fondi mesatar vjetor i tenderit të ri është rreth 43% më i lartë. Në vitin 2024, pagesa për koncesionin ishte 920 milion lekë, ndërsa në vitin 2023 ishte 875 milion lekë dhe në vitin 2022 rreth 803 milion lekë. Pagesat nisën nga rreth 370 milion lekë në 2017, u rritën në 739 milion lekë në 2018 dhe në 804 milion lekë në 2019. Në total, gjatë viteve 2017-2025, për koncesionin e dializës janë paguar rreth 6,9 miliard lekë, ndërsa fondi i tenderit të ri, prej 4,59 miliard lekësh, për vetëm 4 vite është 30% më i lartë se shuma e paguar për PPP-n gjatë 4 viteve të fundit. Kontrata e partneritetit publik-privat u lidh në shkurt të 2016 me afat 10 vjeçar dhe parashikonte një pagesë për 11.203 lekësh për çdo seancë dialize. Pas përfundimit të koncesionit, qendrat dhe pajisjet kalojnë në administrimin e operatorit shtetëror, por shërbimi do kontraktohet sërish nga jashtë përmes procedurës së prokurimit. Tenderi shpallur sot dhe afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 1 shtatori. Vlera prej 4,59 miliard lekësh është fondi maksimal për marrëveshjen 4 vjeçare, ndërsa shuma përfundimtare do të përcaktohet nga oferta fituese dhe kontratat që do të lidhen gjatë zbatimit të marrëveshjes.